Erdhëm, më rikthyem dhe na është bashkuar në këtë pjesë të programit Denis Çitozi, një super djalë me një super histori të dhimbshme, por shumë frymëzuese në të njëjtën kohë. Do të flasim gjëra gjatë me të për të kuptuar se si një problem shëndetësor i rënoi atij jetën, por e bëri të ringrihej sërish më i fortë se kur, dhe sot është këtu për të folur për shembull suksesi. Mirë se erdhe Denis, kënaqësi që jemi. Uroj fillimisht që t'jesh shumë mirë me shëndet, ke kaluar një sfidë shumë të madhe shëndetësore, por që është të shkuarën, apo jo? Tashmë je shumë mirë dhe kanë kaluar vite nga problemi që ti ke pasur. Po, kanë kaluar plot 3 vite, 3 muaj pak a shumë. Si është jeta jote aktualisht? Tani është jeta jote shumë aktive, shumë e shëndetshme. Kontrollet besoj janë akoma më të pasqyrshme për shkak se duhet mbajtur edhe në pikëqyrje kontroll të kohës. Paktën për 5 vitet e para do t'jesh në kontroll që t'quhesh po themi i pastër edhe për 10-15 vite tjera. Po, është protokolli, është më se normale që të bësh kontrollet. Madje unë ta thash edhe në bisedë që nga një anë më i sigurt je ti në këtë pjesë që ke detyruar kontrollin se sa të tjerë që mund të neglizhojnë edhe simptoma. Ti ke kaluar një tumor në kokë, apo jo? Dhe të është dashur një periudhë gjatë kohore për të rehabilituar. Flasim një herë, si ka qenë jeta jote para se të ndodhte kjo gjë, pra ti ke qenë një njeri i shëndetshëm në mënyrën e jetesës, në ushqimet, në çdo gjë? Në të gjitha, kam qenë fakt sportist. Po. Edhe sportist goxha i dedikuar, kam qenë ish kampion Shqipërie në not, rreth moshës 15-16 vjeç. Edhe gjithmonë jam marrë me sport, gjithmonë dilja për vrap në mëngjes, edhe pse do më merresha me sport me not, kisha goxha ngarkesë, prap do të bëja diçka ekstra që t'isha gjithmonë dhe më mirë. Ushqimi ka qenë gjithmonë i shëndetshëm, se do të kisha objektiva të qartë për notin, për sportin. Po, pra një stil jetese që i përshtatet atë sporti. Dhe duket e çuditshme ndonjëherë se ne nuk e dim, mendojmë që personat që merren me sport edhe që kanë një jetesë të shëndetshme duken si të paprekshëm nga problemet shëndetësore. Vërtet, e kishe edhe ti një ide të tillë me mendoj që jam më i shëndetshëm se çdo njeri tjetër, duke qenë se ai shëndetshëm, jam aktiv tërkohë, sa kupto. Bëje kontrolle rutinë, bëje vizita e gjëra? Po, kontrolle rutinë, do të thonë ishin pak neglizhuar, duke menduar që jam mirë, nuk ndjej asnjë shqetësim. Edhe isha nga ato njerëz që para tumorit, rreth 5 vite rreth nuk kisha një dhimbje koke, do të thonë ishte shumë e çuditshme. Ishe shumë i shëndetshëm, edhe në regjim dhe në çdo gjë. Majsa dieti. Edhe çfarë ndodhi më pas? Edhe më pas pastaj një mëngjes të bukur, nuk zgjohem siç ishte për të zgjuar si çdo ditë tjetër. Kisha një bllokim frymare dhe aty psoj një epilepsi, ku edhe humb ndjenjat dhe pastaj më merr nusja me ndihmën e administratorit që më fusin makinë dhe nxitojnë për në spital që të shihnin çfarë po ndodhte. Gjatë asaj kohe ke qenë totalisht pa ndjenja, nuk mba më të asgjë, apo reagove pak? Do të thonë ishte si gjysmë për gjumë, me zor përmendesha, ngrihesha, ulesha, do të thonë shkoja nga një anë, nga ana tjetër në makinë. Edhe nusja ndërkohë që nxiste administratorin i thoshte të lutem mos e le të flisë, nuk e di çfarë ka. Do të thonë ndërkohë që mbyllja syt i hapja, nusja që më fliste me të mira, mundohu mos të flerësh edhe pak arritëm, do dalim nga makina, më bante po me të qeshur me të mira. Ndërkohë që nga ana tjetër i ulëriste administratorit mos e le të fli, mbaje thoshte aty, jepi muhabet se arritëm edhe pak spital. Shumë stresante për një familjar kur as nuk po e kupton çfarë po ndodh. Vërtet, po ideja ishte se ajo sapo më kishte parë mua në tokë që unë isha duar e këmbë me epilepsi. Do një njeri që e shef atë është traumës, është spazmat e epilepsi, nuk e di si të sillesh. Edhe me sa tha nusja zgjati rreth 5 minuta që është tmerr, mendoj, unë shohësh një njeri duke u përpolit në tokë për rreth 5 minuta. Vërtet. Pastaj mbas asaj takohemi me doktorin e parë, që ishte nga Romania. Do thonë aty fillon fati im, do thonë. Nuk ishe jetuar në Shqipëri, nuk ishe në Shqipëri. Nuk isha në Shqipëri, do thonë isha në Kuvajt. Aty takohemi doktorin e parë që ishte nga Rumania, që më bën gjithë analizat, gjakut, skanerat, rezonancën. Dhe tani fati im që isha Ballkanas, le të themi, këto sa ja të pa ke kartë identitetit, tha shqiptarët, i tha po, i thashun. Pse? Edhe, po kanë që ishim të huaj, mundoheshim të ndihmonim njëri tjetrin, ishte një doktor nga Ballkani. Se duke edhe fjalët që na nxjerrin neve nëpër media apo Ballkanasit kështu u kapën aty u kapën. Pra ka frika para gjykimit. Po, vërtet ndërkohë që unë isha thjesht një mësues shkolle aty, kuptoj. Edhe i tha të çoj ke një doktor tjetër. Që është mjek në çfarëdo rasti, po është neurokirurg. Po.
doktor jashtëmase shumë i kualifikuar dhe i kërkuar në për Europë. Në thënë fati im që ky doktori njifte këtë tjetrin, edhe doktor Savic ishte sërb. Po fillimisht. Se kjo ishte çështja, domethënë jemi Ballkanas, po si e kemi punën me Serbi. Thash shumë mirë, ai po më shpëtoi jetën, kështu që asnjë problem. Si e morë vesh lajm? Po, më saktë çfarë analizash bërë konkretisht? Si erdhe në gjendje, u shqetësove në fillim një CAT scan e quajnë këto, që nuk është të tregon jashtë shumë, të tregon disa njolla tek PET scan, po, tek truri. Me kontrast. Edhe kontrasti u bën brapa me rezonancën. Edhe thanë që dyshojmë kesh një infekcion në lobin e djathtë, në pjesën temporale, edhe po do bëjmë një MRI, thonë, një rezonancë magnetike me kontrasti ta shohim tamam se çfarë ka. Mbasi bëhet rezonanca, pastaj vjen doktori me një CD, edhe më thotë që është një tumor rreth, nuk e di, ndoshta 4 cm me 5, diçka e tillë, domethënë nga gjithë anët, sa një lajm, thotë doktori. Nuk bëhet me reze gama, kështu që mirë është ndërhyrje. Ndërhyrje, jo mirë është, por domethënë me patjetër ngelet vetëm ndërhyrjen, ose ndryshe pastaj. Tani ky si tumor kishte kohë që zhvillohej, pra duke marrë parasysh kontrollet që ti mund të kesh bërë her pas here, nuk ka shfaqur në asnjë moment që ti ke pasur një problem në. Asnjë shqetësim. Ideja është, domethënë, unë kam bërë check-up para se të futesha në shkollë, para se të shkoja në Kuvajt. Ato se duke qenë se kam qenë sportist, gjithmonë për profesor, ose në edukim fizik, ose në palestër, domethënë një check-up është bërë gjithmonë, është bërë gjak, janë bërë analiza, janë bërë viroza, janë bërë sëmundjet ngjitëse, apo diçka ti nuk na shkon të mendin që bësh një rezonancë për kokën, për shembull që duke qenë se s'kam pas asnjë dhimbje koke, apo asnjë simptom, domethënë. Asnjë simptom. Edhe në momentin që morë vesh që kishe një tumor, apo jo 4 cm. Ishte pastaj më shëm qiellin kokë. Kishe në një moment që mendoje pse më ndodhi mua? Gjithmonë, për ditë. Domethënë qa ishte, mendoja me vetë qa bëra gabim gjithë jetën, ato duke qenë sportist, duke qenë dedikuar, cigare, spija, domethënë. Po, edhe një jetë shëndetshme dhe prapë të ka. Mendosh 29 vjeç pa pirë cigare, pa abuzuar. Duke qenë se është natyra, njeriu kam përshtypjen unë që mundohet t'i atashoj një problemi, një situatë të caktuar me diçka tjetër, në bazë që nuk ka detyrimisht lidhje. Ti a e bëre, pra a mundove ti t'jepje një zgjidhje, një përgjigje, pse të ndodhi ty, ose çfarë mund të ketë ndikuar te ti? Vazhdoj e bëja te spekulimin akoma dhe sot, edhe jo më larg se para 2 ditësh pis të djalin që ju thash, po komunikoj tani, që mundohem ta suportoj me aq sa di unë, aq çka kam bërë unë. Edhe më falë, më bëjë njërë pyetjen? Ideja është që ti mendon se të ka ardhur nga një shkak i jashtëm? Unë mendoj që stresi është e gjitha, sepse duke menduar të kesh një ushqim jashtëmase shumë të shëndetshëm, të kesh një jetë shumë aktive, a kupto? Besoj që stresi ishte që ishte akumuluar ndërkohë, duke qenë se jashtë ishim vetëm 2 veta, nuk ishim, gjithsej shqiptarë në Kuvajt ishin 100 veta, 100 apo 120 veta, kërkonim dhe për ndihmë nga një anë, ishte pothuajse e pamundër. Ka përshtypjen familjare ti keni pasur këtë, apo jo? Po, dhe ideja ishte që Kuvajtin... Ja ka përcjell lajmin? Ato e morën lajmin mbasi mbaroi operimi, mbasi doli me sukses. Vërtet? Pra, pas sa kohësh, pasi ti zbulove lajmin, çfarë ndodhi më pas? Pra, sa kohë zgjati procedurave për operimin, rikuperimi? Ka qenë periudhë gjatë, besoj intensive. Ishte goxha periudhë gjatë për shkak të analizave dhe të gjitha që do të bëheshin biopsit, do të merresh edhe një hap që do bëhesh apo s'do bëhesh kimioterapia. Duke qenë se tumori dukej deri diku agresiv. Po, zgjati, në fakt, goxha, para se të futesha në operim, zgjati rreth 6 muaj procesi për shkak, përveç analizave, po ishte edhe një pajisje që duheshe specifike për shkak se unë kisha një rrezik shumë të madh, ngelesha i paralizuar. Që tumori kishte avancuar deri me pjesë të trurit që mund të bllokonte komplet funksionet motorike të pjesës majt. Ky ishte rreziku më i madh, doktori priste një pajisje që patë, thoshte unë nuk e marr mundimin të fus në sallë të operimit. Të trëmte ty të... Ajo ishte frika dhe më e madhe, se mendoj, operimi është i frikshëm, vetë. Po të mendoj që Po e shete si shpëtim, është akoma dhe më frikshme. Po vetëm janë që mund të shpëtosh, kështu që je në një lloj zgjidhje dhe me vete. Ideja ishte domethënë do e bësh operimin, s'ke ku shko, se o do shpëtosh siç jam sot ose do shpëtosh gjysmë njeriu. Çfarë të motivonte, çfarë të mbante, sepse un kam dëgjuar edhe nga shumë persona të tjerë, po edhe nga histori që duke mbajtur veten në atë energjinë pozitive, në atë motivimin, në atë dëshirën për të qenë gjallë, edhe sëmundjen deri diku e lufton, edhe nga ana psikologjike. Por kjo që ty të ndodhi realisht ishte një bombë, kështu që lufta psikologjike s'diskutohet.
Me supportin... Në këto 6 muaj deri sa të bëjë edhe operimin, në? Ashtu me lotë në cyje, ke përësish do dali mirë, si do shkoj operimi, bërë pastaj mendova dhe një letër që do i lija nusës, që ose do shkote operimi si që do shkote, edhe unë që do më thënë isha në nerva e sipër, do më mirë që ndodhi tumori, po tani do të rritë mendoj dhe dalë apo s'dalë sa glëmë, nga sportist, dalë gjysëm njeriu i paralizuar, vetëm ideja që do shtëpisë time do rrinë dhe do kujdeseshin për mua që ose unë do dilja në të farë feje, nuk e pranoja do të fare. Ke koka ime dhe atë i shkruaj letrën nusës dhe i them që ose nuk shko si që duhet, a kupto kështu, faleminderit për të gjitha, edhe mirë është ti që dhe priza nga spitali, sepse nuk kisha bëndër mentria i paralizuar, të më vërtet. Pra ti doje që ta mbyllje... Unë isha shumë i vendosur që ose do dilja mirë dhe do doja tisha... Gjithë ideja është tani për çfarë shkuam jashtë, ato që suportonin familjen, jo që unë t'ju bëja barë familjes akoma dhe më keq do. Përveç se hika 6 vite. Po janë ato që i mendon një njeri i smur në ato momente, patjetër. Kur i dobët nga ana mëndërisht, a kupton? Dhe sa orë zgjati operimi? Rreth 5 orë. 5 orë. Me sa diun po rreth 5 orë. Dhe më pas ti kur u zgjove ishe? Dhe më pas pastaj, po mbasi u zgjova ishte domethënë një shpërthim në lot. Aty në atë moment doktori më thotë që ngre dorën e djathtë ta shoh ma puno apo lëvizë. Po, reagimet e tua. Edhe unë atë bëra lëviza dorën, pastaj kur më fusin tek dhoma, nusja më kishte sjell një kitare, që ti provoshim doktorit që unë i kam të gjitha funksionet motorike, sa kisha mësuar një këngë shumë të vogël të Nirvanës. Pra ishte dhe i vetëdijshëm dhe memoria çdo gjë ishte. Po, ishte çdo gjë ishte shumë në rregull. Madje kam një mesazh që i kam çuar doktorit, se më thotë praktiko sa më shumë ç'është mesazhe thotë, që të bëj truri lidhjen, që jetë sa më i lidhur me duar. Me që ke qenë operim dhe ke qenë impir për 5 orë, ke qenë pa funksionet motorike. Edhe i çoj një mesazh doktorit unë, duke e falenderuar, domethënë aty s'kuptohet asnjë gjë, pak a shumë doktori e ka kuptuar se çfarë po i thoya, po e falenderoj që faleminderit shumë. Që më shpëtove jetën dhe një shansë dytë e gjitha këto, po ndërkohë mesazhi është cop, domethënë janë 3 fjalë këtu, 2 fjalë. Po, pas operacionit. Domethënë nuk e di si e pas kam shkruar atë mesazh. Dhe Ana gjithmonë aty apo jo? Po, Ana gjithmonë aty dhe pastaj mesazhi tjetër është edhe i Anës që i shkruaj më të njëjtën, domethënë cop, që çdo gjë ka shkruar. A letrën e ka lexuar apo e grisi duke mori fare përsipër ta shite? Besoj se e ka lexuar se letrën ja lash. Po, patjetër. Letrën ja lash me sa mbaj mend ja lash para se të futesh në operim, domethënë që nuk e di çfarë do të ndodhesh në operim, për çdo gjë. I thej që ta hapte në fund të operimit? Ja lek të tillë fjalin që i the apo? Ne ke bërë me zemër. Nuk mbaj mend të vërtetë se ka qenë shumë emocionale, ka qenë çik tensionuese, domethënë edhe. Po, nga ana tjetër unë kam përshtypjen çfarë, siç thot një shprehje, çfarë nuk të vret bën më të fortë apo jo? Me vërtet. Ama pas operimit gjithashtu ti patë edhe të ndryshimin në fizik. Nga njëri sportist, 120 kg, gjë që nuk ka qenë vetëm nga ushqimi, por edhe nga ilaçet. Pra nuk është se ka qenë mbi peshe që ti... Edhe mungesa aktivitetit fizik, se ishte pa mundur për mua... Gati një vit, po thuaj se... Gati një vit, po 2-3 muajt e parë thjesht do mësoja të hecja çka deri në toalet pa u lodhur, se më merrte fryma. Po, patjetër. Dhe sa kohë të është dashur? Po, le të themi rreth një vit e pak, se ideja ishte që të bëja një proces të ngadalë, po mos ta vuja, domethënë që mos më ktheheshe pesha mbrapsht. Se këtu gabojnë gjithë njerëzit, futen në palestër, nxitojnë, humbin 10 kg të para, duket shumë sukses, po 4 deri në 5 kg nga ato janë ujë, edhe pastaj të tjerat janë dhjam. Domethënë, ti moment që ndalon aktivitetin fizik dhe prish pak atë rutinën në ushqimit, pesha do të vinë mbrapsht. Pas sa kohë është nisë pastaj aktiviteti fizik? Besoj muajin e 2 ose 3, nga muaji i 2 diçka e tillë. Ishe i pavarur, mund të bëje vetëm apo të duhej njëri aty për çdo rast? Në fakt them vërtetën kam qenë gjithmonë vetëm palestër, se ka pas edhe diçka që edhe nëse unë do doja të merrja anën në Kuvajt ishin palestrat e ndara. Do të ndej me far pike ku vendosëm që do shkojmë ke një palestër ku mund të jemi të dy. Qoftë edhe Ana më shikonte mua që do kisha nevojë për në ndihmë dhe diçka. Fakt fillimi ishte jashtëmase i vështirë, po edhe unë kam një farë nervi, kam një farë ego që më ka ngelur nga noti dhe vura në punë, por plus nuk është se kishte edhe më zgjidhur, tani zgjidh çfarë do të bësh, do të jesh i shëndetshëm, edhe unë kisha një eksperiencë për plot 10 vitesh në atë moment. Pra deri diku ti nuk është se nisi nga zero në sensi që nuk ja kishe iden fare si është mërshme sport. Unë atë kam thënë dhe kisha një farë avantazhi nga njerëzit e tjerë. Përveç informacionit kam dhe një
për kushtim, kur e shoh që diçka është shqetësuese, duhet si themi do për kushtim, ta ndjekësh, edhe normalisht do ta ndiqe pak më seriozisht, tani isha në një farë pike ku rrezikova jetën. Shkuptim kam, është do një jetë e dytë të mos ta shfrytëzoj, domethënë maksimumin. Nuk patë asnjë moment dorëzimi gjatë gjithë kësaj kohe. Ka pas plot momente dorëzimi, pavarësisht se nuk tregon. Jo, flas kur niste klientëve si shkotin palestër, më thonë si e bën ti. Në kokër të lotit, e thëmë, në herë më duke i qanë palesë, pavarësisht se ju se shifni. Pse, kishe dhimbje fizike, kishe më shumë sforcim fizik pas operacionit, çfarë të pengonte? Dhimbja më e madhe ishte psikologjike, se sa, do thënë shifja vetën atë lloj gjendje, thoja edhe sa kohë do më duhet. Unë e dija mirë sa kohë do të duhesh, po thjesht duket sikur është e pafund kohë. Sa tu desh që të rikthehesh në peshën tënde? Rreth një vit e pak, po, një vit e gjysmë. Ndërkohë Ana në shtëpi gatuante çdo gjë që Ana shkret bënte çmos, do thënë përësiste ushqime, gatun të kur mundeshe, bënde këto supra, të lëngun e mishit, se unë kisha mungesën e gjakut e gjitha. Çfarë ishin ato këshillat që të dha dhe mjeku pas operimit? Pra çfarë duhet të ndryshonte me se s'bën në rutinën dhe në jetën tënde? E para punës se ky lloj tumori nuk dihesh fare nga vjen, me sa pyeta unë doktor. As i trashëguar asgjë? As i trashëguar se nuk është se ka një histori në familje time apo të tillë. Edhe doktori tha nuk e kemi iden fare nga mundësi, por që ideja është që të qëndrosh i shëndetshëm, të jesh aktiv, të hash shëndetshëm, është çelësi për çdo gjë. Edhe nëse ti e ke pasur një tumor dhe ta luftosh, më mirë është të jesh aktiv, sepse masa muskulare është një nga ato që lufton kancerin dhe shumë sëmundje të tjera. Sa që lëshon një proteinë në muskulin trup që quhet proteina e shpresës, që lufton depresionin, ankthin, stresin. Dhe pastaj gjatë gjithë shërbitjes që ti bërë, u riktheve në formën tënde, fitove dhe energji psikologjike në këtë rast. Kur fillove të rikthehesh vetbesimin, patjetër. Vetbesimin mbi të gjitha. Që fillosh veshësh disa bluza të tjera që nuk i vishe se ndjeshe siklet. Nise, fitore shumë qishtë është ajo. Nisësh palestrën 2 muaj pas operimit, është për që është një vullnet dhe guximi i madh, sepse prapë është frika e... Po, nisa, i ka qenë njëri aktiv. Që do të futesh sa më shpejt në rutinë, të kthehesh në shëndet plot së ndryshe. Pas pastaj e fillove punën dhe fute në ritmin tënd? Edhe puna po ashtu ka filluar, që në muajin e dytë. Që në muajin e dytë po, që në muajin e dytë u futa në punë, u futa në palesë, domethënë nisi rutina nga të gjitha anët pak a shumë. Që edhe të mësoj pak të ambientoj që domethënë sikur s'ka ndodhur pak a shumë asgjë, që të qetësoj edhe pak veten, ndërkohë është ai stresi ankthi. Pra, ishte kesh një ëndër e keqe që kaloi edhe nuk sa më shumë të zgjasësh po patjetër. Prindit vetëm qanin me lot. Pra, e kam fjallën sepse ti the që ata e morën vesh pas operimit. Po, shumë i fort pas ke qenë si e mbajtët, si ja bërë me anën, do të thënë si e përballut të dy vetëm, sa ato të s'konceptojnë do të thënë. Me 2 njerëz atje mos t'i themi asnjë gjë, do të thënë kjo është shumë e rëndë, po çfarë do i thuash dikujt kur nuk e ka mundësinë, nuk e le as shteti vetë të kthehet të vizitoj fëmijën as i turi se ka rregulla strikte. Kështu që më të vështirë do e kishin ta dini, po pastaj vjen një pikë që ne fëmijët nuk tregojmë më gjë prindërve, se është ajo ndjenja e mbrojtjes që ke ndaj tyre. Edhe sa mirë në fakt që ke pasur anën partneren tënde që duhet thënë që është nuk e di, mbase edhe mund mos isha fare këtu pa anën, janë shumë gjëra që kanë arritur deri në këtë pikë. Me anën si e njohur? Çfarë momenti të jetës e ke njohur? 13 vite para kam njohur anën. Jemi njohur në gjimnaz. Në gjimnaz? Pra është dashuri gjimnazi. Po, ana ishte në vit fundit gjimnaz, unë isha universitet vit parë. Okej. I keni kry këto fejesa martesa? Po, jemi martu. Jemi baruar këto. Do një fëmijë? Jo, akoma. Të në pyesin gjitha, akoma. Mos ja bëjtë pyetjen pas gjërë. Jo, Denisa... Po do marrin hak nëse edhe ne vetë na i bëjmë, që t'ja nxjerrim pak. Sa ka ndikuar Ana në këtë periudhë, në jetën tënde? Sa motivim ka qenë për ty, ndihmë? 100%. 100% ndihmë, 100% motivim. 100% e pranishme aty në çdo sekond. Pra, e mendoje për shembull si do e kaloj të periudhë, po mos ishte Ana? Mendoj gjithmonë, edhe nuk e konceptoj dot si nuk mund ta gjej një zgjidhje, se zakonisht e mendon një zgjidhje në kokë, do kisha bërë kështu, po nuk arrit ta gjej ndonjë zgjidhje. Po, ka diçka që të ka thënë ajo pas operimit, diçka që të ka mbetur në mend? Nuk mbaj mend shumë pas operimit, ka qenë shumë e trullosur, po. Do të thënë, jo direkt, po në atë periudhë. Po mbaj mend që mundosh të motivote gjithmonë edhe domethënë
Nuk më ka munguar asnjëherë suportit të vërtetën, nuk ka qenë gjithmonë aty, nuk është se më zhdashur ta kërkoj apo Të ka treguar ndonjëherë ajo për frikrat e saj se si e ka përjetuar ajo, se ndonjëherë ai që trim mbi kokë vuan më shumë se ai që është. Atë e pyet gjithmonë, i them si ja bëre, them si e përballove gjithë këtë stres, gjithë këtë ankth, unë isha të 5 orë në operim. Më thënë në avion jeni 2 orë dhe rinë ankth, arritë, ku? E qa, kurse aty 5 orë në operim, e ke pasisht nuk e di, them si e ke përballu, se tisha unë më më raskapit vetëm ideja. Me lodhë shumë fizikisht. Dali që zemrat janë më të forta. Kushdo bëhet i fort për njeriu që do në fakt, është e vërtet. Që je më i fortë se sa që mendon. E drejt. Denis, po. Jo, doja ta pyesja faktikisht për duke qenë se foli për ndryshimin që u morë me palestër, me aktivitet fizik. Po, nga ana tjetër, po dietat si ndryshuan. Pra çfarë hoqe nga rutina dhe çfarë shtove? Të vërtetën mujtë e parë fare, rreth 6 muaj, se mund të them edhe ndoshta 1 vit, mos tregon gënjeshtare, po ka qenë një periudhë shumë e gjatë që më di që kam eliminuar fare sheqernat. Do të gjëja parë që do të heqësh është sheqernat, se tumori, kanceri me ato ushqen, sheqeri është çelësi parë si për energji. Jo, i zhduka fare 1 vit, rresht, do të thonë nuk i preka fare sheqerat gati. Për vitin e parë, sa të bëj një pastrim shumë të mirë. Çaj ishin sheqer, patatina, do të gjëra të paketuara. U mundohet të fokusohesh tek ushqimi, se ne bëjmë dhe një gabim shumë të madh që themi që kam filluar dietën. Okej, po çfarë diete ke filluar? Thjesht po ha fileto pule, biftek, oriz. Këto janë ushqimet që na ka dhënë vetë natyra, kupton? Sepse themi është dietë, nuk është dietë fare, kështu supozohet time. Kështu që mos e streso vetëm duke thënë po bëj dietë. Nuk po bën dietë fati, ti po jeton shëndetshëm, po han shëndetshëm. Është thjesht një ushqim normal, apo që ekziston, nuk e ka krijuar asnjë njeri. Po tani kur gjendesh përballë sheqernave, ëmbëlsirave, ndonjë gjë që ke pasur shef. Ka fleksibilitet, balanca duhet, po që mundohem me moderim. Mundohem me moderim që edhe mos të prish fizikun që kam ndërtuar, se sheqeri është ai që e degradon fizikun. Po sa i përket fasting e bën? Atëherë, po, unë do të thënë kam një intermittent fasting, le ta quajmë, që e kam bërë rreth 3 vite tani që nuk ndaloj, do të thënë mëngjesin e bëj skip, do të thënë eliminoj, nuk para haj mëngjes, nuk është se ja këshilloj të gjithëve, se çdo njeri është njësoj, po për mua funksionon shumë mirë, do të thënë unë nuk haj mëngjesin, haj gjithmonë mas orës 12, po themi haj në 3 ose në 4, 5, 6, edhe një vakt fundit 7, 8 ose në 9. Gjithmonë e kombinoj si tjetë dhe dita ime. Po, një orar 3-4 orë, do të thënë diferent 3 orë. Pra, 2 vakte në ditë? 2 deri në 3 vakte maksimumi, do të thënë konsumoj. Duke qenë se përpiqem të bëj dhe fasting, edhe kjo më ndihmon që ditët që dua për shumë të një fasting, e bëj shumë kollaj. Po, më të shpeshtat që bëja 24 orarëshe. 24 orarë vetëm ujë? Përpiqem ndonjëherë 48 orarë, po domos më rrallë, një herë në 3 muaj, një herë në 4 muaj. Që të ndihmon të eliminosh, do të thënë, qelizat kanceroze, qelizat e dëmtuara. Pra, ky është benefiti, si një pjesë e madhe e bëjmë për të rënë nga pesha, jo detox, jo... Ndihmon edhe për peshën. Ul inflamacionet. Lloj fasting që bën Denis, të kjo e kisha. Fasting ndihmon gjitha për inflamacione, edhe kjo intermittent fasting që bëjmë, kjo është pak a shumë për të kontrolluar peshën, le të themi, që mos të ngacmosh insulinën që në mëngjes, sa zgjohesh në mëngjes, ha diçka me shumë sheqer ose një karbohidrat shumë të thjeshtë. Insulina shkon direkt shumë lart. Do të thonë nëse mëngjesi jot nuk ka yndyrna të shëndetshme, proteina të plota. Ti punon ndërkohë si trajner personal, pra stërvitet dhe të tjerët? Qa shemë më shumë, qa gabimesh bën njerëzit? Nxitojnë dhe nuk kanë durim. Kjo është vetëm gabim që bën çdo njeri në palestër. A ndodh që shumica njerëzit vinë palestër pasi e pësojnë nga probleme shëndetësore? Një pjesë e madhe po, tani besoj janë ndërgjegjësuar, pa kanë filluar të vinë edhe për fizikun, duan të jenë më të shëndetshëm. Do të thonë se e shoh që shumica klientëve thotë, nuk kam problem, dukem shumë mirë, thotë, mjafto të jemi shëndetshëm, edhe është shumë e drejtë, kupton? Si fillim le të jesh i shëndetshëm, se pastaj mund bëhesh edhe fit, kupton? Menaxhon. Vjen normalisht. Fillon ambientohesh, është vetëm që ke më shumë fuqi, kupton, je më konsistent, je më i dedikuar, je më i disiplinuar. Po, rreth 1 vit tani. Okej, u ktheve për shkak të kujdesit shëndetësor që duhet kishe apo? Edhe larg familjes ishte edhe një frikë që u ndërtua, pastaj avash, kupton, që duke menduar që kjo ndodhi, ne s'kemi njeri afër, po mbase donim dhe thjesht ktheheshim, kupton, edhe malli avash pastaj. Në ato momente kupton se atë në Shqipëri që bëhet se kishim shumë vite. Shqipëria ka ndryshuar, është bërë shumë e bukur. Bot kuptimi yt se ka ndryshuar pas problemit që pate, se zakonisht njerëzit kur kalojnë, kur prekin fundin, ju ndryshon komplet bot kuptimin për jetën, për gjërat, mënyrën se si e shohin, për aktivitetet që kanë bërë dikur. Sa ka ndryshuar tek ti? Po ka ndryshuar jashtëmase shumë, besoj, sidomos pjesat vlerësosh familjarët, shokët, partneri normalisht, do ta e shoh kohën me ato ndryshe, është një moment që mbase
Kur isha në operim, mendoj që tash po sigurt jetë kjo ishte era fundit që i takova dhe i herë që i pash për të fundit prindit apo nusën apo të gjitha. Këto e vlerësoj kohën. Pra vlerëson kohën, vlerëson momentin, nuk merr asgjë të mirëqen, pra çdo gjë e jeton, pra çdo gjë që ti ke për atë jeton. Ta jetën pak edhe më lehtë ndonjëherë se ai stresi, ai ankthi mendoj që krijon shumë shqetësime, krijon shumë inflamime në trup që ne s'e kuptojmë. Cili është aktiviteti i parë për të qetësuar shpirtin që bëre pas operacionit? Një ecje natyrisht një foto me një bluzë gri, aty ke një pemë, e ka bërë Ana. Ishte dita e 6 mas operimit, jo kjo. Është buzdetit apo? Buzdetit. Për një ecje natyrë atje buzdetit afër jodit. Dita e 6 pas operimit. Ja, njeriu do më thënë çfarë vlerëson. Që ka motivimin. Duket është akoma fytyra pak si e entër dhe nuk arris të qesh akoma siç duhet, është akoma si e paralizuar pjesa e majt. Të ka bërë gjithë kjo që kalove, Denis, pak më të përgjegjshëm për shëndetin tënd, flas edhe në anën e kontrolleve rutine, jo vetëm te shëndeti. Me patjetër që po, pak më i kujdesshëm në çdo gjë. Si për vete, si për familjen. Po, analiza rutinë të gjithëve. Po, i them gjithmonë, 1, 2, 3, mi bëjni, çoni, ti shofim çfarë problemi kemi. Ta kontrollojmë para se të bëhet siç më bë mua, se e ime është një pak kujdesim ndoshta ndërkohë që nuk e si ta mendosh kur s'ke asnjëherë dhimbje kokës, edhe doktori, neurokirurgu atë më tha, si ka mundësi, tha, që ti hecën, tha, dhe je ke zyra ime kështu, tha, me këtë tumor, tha, nuk e di, tha, si, ke pas ta dhimbje kokë, jo. S'ka mundësi, tha, ti thuj qa dushit, unë kam 5 vite që s'kam dhimbje kokë, vej kokë, në gjumë flet direkt. Nuk e beson, dhe një që isha me anën që i thoshte Ana që kështu. I që atë unë mendoj që një nga gabimet më të mëdha që ke bërë, ka qenë pikërisht fakti që kishe mësuar vetëm një këngë kitare. Vazhdoj të jem fajtor, akoma vetëm atë këngën di. Vetëm atë këngën di e kam marrë. Ja kam borxh Anës disa këngë tjera me patjetër dimsoj. Për të mësuar, për drejtë. Sepse edhe instrumenti ndihmon shumë. Është nase shumë për trurin. Ka gjithë kohën e botës përpara, jo vetëm për të mësuar kitaren dhe këngët e tjera, po për të shiju komplet jetën dhe për të bërë çdo gjë që ndoshta më përpara e ke pasur si penga apo s'ka shkuar ndërmend. Jo, ai thjesht pati një ëndër të keqe sepse edhe para se të zbulonte këtë bënte jetë shumë të mirë, thjesht u kthye gjithë që bëri. Po ta shikoje nga retorika. Po, më pëlqeu momentet e vogla që vlerësove, më shijoj ecja, u ktheva familjarët, u ktheva në Shqipëri, domethënë mënyrën se si flet, e vë dhe njëherë theksin të ato gjërat më të vogla. Janë gjërat e vogla që janë shumë të rëndësishme. Që për njëri të shëndetshëm duken si gjëra të lodhshme, por vetëm njëri kur kalon një periudhë të tillë ja di vlerën. Por e di çfarë ndodh ndonjëherë që ti ja di vlerën pak sa je afër asaj ngjarjes së vështirë, se pastaj të kap ajo rutina dhe fillon prap njeriu me mënyrën e thjeshtë të parë gjërave. Po, reflekton, është një formë reflektimi. Reflekton momentalisht, Krisa, se më po fillon prap. Shpresoj mos të jetë ky rast. Shiko, unë mendoj që është me individ. Po, patjetër. Ka disa njerëz që hera si kap kjo faza reflektimi. Ka disa tjerë si puna Rominës që nuk është se pyesin shumë. Ndodh në momentet caktuara të jetës, por fiks atëherë kur mendon ti që je mirë, ndodh diçka aty. Denis, shumë faleminderit. Ishte shumë kënaqësi. Historinë mbi gjitha edhe për gjithë ata që mbase tani po kalojnë një periudhë të vështirë. Jetin një histori si ty, duke të dëgjuar, mund gjejnë veten, të gjejnë shpresën, gjejnë motivimin për të vazhduar, pse jo dhe për t'i parë më të mirat. Mbase ka diçka për të thënë edhe për ata njerëz. Po, patjetër. Besoj sekreti është mos dorëzohen kurrë. E gjitha është ajo. Qëndrosh i durueshëm dhe mos dorëzohesh kurrë. Edhe kujdesu për veten, normalisht. Mos të dorëzohen kurrë. Dhe ti e the që shumë njerëz ty të pyesin, njerëz që e njohin historinë tënde të pyesin dhe gjejnë frymëzimet e ti për të ndryshuar jetën, po edhe për të marrë këshilla, sepse ndonjëherë dhimbjet e përbashkëta të bëjnë të krijosh edhe miq ndonjëherë të pyesësh. Të afrojnë me njerëzit më shumë. Po. Vërtet. Shumë suksese. Faleminderit shumë. Sa më shumë këngë të reja në këtë. Faleminderit shumë. Shijo jetën. Okej. Erdhëm në fund apo jo? Në fund për ta mbyllur me recetën e mirës si gjithmonë që ishte spinaq me mishviçi. Burani ishte po leje. Ne me qep të njoma me vezë, po ne i quajtëm burani se ashtu e quajmë në Shqipëria mesme. Të bashkë do të shihemi nesër në orën 7 si gjithmonë në Zjo me MCN. Ja të bukur, paqim.